Pas 3 dekadash rifillojnë gërmimet arkeologjike në Kalan e Argjiros. Drejtoria rajonale në bashkëpunim me grupin e studentëve të degës Histori Filologji, Departamenti i Arkeologjisë dhe Drejtoria e Shërbimit Arkeologjik ka nisur sërish gërmimet arkeologjike në Kalan e Argjiros. Sipas Mariklen Mëshinit, drejtor i Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik pranë Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, kjo është faza e dytë e punimeve në Kala. Ai thekson se qëllimi i ekspeditës është plotësimi historiku të Kalas së Argjiros. Qëllimi i cilës është le të themi jo thjesht plotësimi historiku të Kalas Gjirokastës, kësaj kalaje kaq të rëndësishme për vendin tonë, por mbi të gjitha për të shtuar disa asete të reja për këtë sit të trashëgimisë tonë, tashmë edhe pjesë e trashëgimisë botërore në UNESCO. Jemi duke punuar në pjesën e jashtme, siç e shikoni, jemi duke identifikuar një kull të vjetër, e cila i përket antikitetit vonë ose më saktë shekujve 4-6 të erës sonë. Ky është një vijim i gërmimit të viteve 70-80, ku janë identifikuar këto gjurmë në brendësitë Kalas, por jo në pjesën e jashtme. Në gërmime po identifikohen gjurmë të vjetra që i përkasin periudhës antike të vonë. Presim rezultate të tjera në vijim, jo thjesht zbulimin e kësaj kulle, por dhe elementeve të tjera përbërëse të fortifikimit të kësaj kale kaq të rëndësishme. Gjithashtu kemi organizuar dhe në pjesën qendrore të Kalas gërmime të tjera, të cilat kemi të dhëna që mund të shkojë edhe përtej shekullit të 4 të erës sonë gjurmët arkeologjike. Deri tani kemi identifikuar material të lëvizshëm, siç janë thjegulla dhe qeramika, që shkojnë në shekullin e 4-3 para erës sonë. Nuk njiheshin më përpara, por gjatë punimeve restauruese që Drejtoria Rajonale ka realizuar dhe gjatë pastrimeve, kemi identifikuar këto indikacione të cilat na shtyn që të marrim të ndërmarrim këtë projekt arkeologjik, të themi kështu. Është vetëm fillimi. Gërmimet arkeologjike janë parashikuar të zgjasin 3 javë intensive. Pas përfundimit të tyre dhe bazuar në rezultatet e marra, do vendoset nëse do të planifikohen punime të mëtejshme apo ndërhyrje restauruese.